sot kanë thirrur dhe zotin Balla, i cili ka 100 vjet që është ndarë nga Belinda Balloku. Pse vallë thuat ja po? Për shkak një hetimi pasuror që ka nisur ndaj zonjës Balluku dhe ligji parashikon që gjithë personat e bashklidhur do të pyeten dhe do të verifikohen pasuritë. Zoti Balla ka qenë, nëse i referoheni, të gjithë personat e bashklidhur dhe zoti Sokol Balla, si ish bashorti i zonjës Balluku, është në rrethin e subjekteve që do të kalojnë në filtrin e pasurisë, pra hetohet e gjithë pasuria për shkak të martesës që ato kanë patur dhe është një gjë procedurale normale. Zoti Balla ka qëndruar rreth 2 orë në prokurorinë e posaçme, ka dhënë shpjegimet e tij, në dalje nuk bëri asnjë koment, por që është një procedurë standarde e prokurorisë posaçme. Jemi shumë okej, çfarë pritet? Vetëm një sqarim. Unë vetë kam qenë në prokurori, kur flisni 2 orë, thotë se marrin pyetje, ose te byroja e time, thotë se marrin pyetje aty 2 orë, jo. Nëse ke ndaj 2 orë, marrja pyetje zgjat, jo 30 minuta, jo më shumë. Jo, okej, mos e diskutojmë të se kam hyrja, procedura, shkrimi i emrit, pa pajtosh. Po gjithë ato do me thënë shtohen 2 orë dhe atje del në një sajt, bile dhe këta të mite këshin ngatruar 3 orë, thosh. Dhe fundi, atje ku këshin marrë, këshin shtuar në 1 orë e gjysmë. Printohet teksti, a pajtosh me tekstin, apo jo, anë nënshkruan, apo jo, shkon procedurë. 2 gjëra që ndodhen në jetën kohë janë formë presioni. E para, ka të bëj me këtë takimin e paralajmëruar në kuvend, dhe e dyta, me ish bashortin e zonjës Balluku, zotin Balla. Pra, e kanë zgjedhur ditën që ndërtojnë rrëfim ma shumë se sa që duhet, për arsye se Sokol Balla edhe Balluku nuk besojnë që ka të bëj me një ngjarje, me një që prokuroria ka nisur hetime, dhe sigurisht që zoti Balla nuk është i përfshirë në këtë pjesën tjetër. Prandaj, mendoj që prokuroria e ka ndërtu taktikisht presionin shumë të fort, dhe me senso është presioni fort, në s'mund ta quaj shantazh, por është një mënyrë për të treguar opinionit publik, për të treguar deputetëve se ata janë në kontroll të situatës dhe dinë më shumë sa që duhet. Por, cila është e vërteta? Për atë që, apo po mundohem të thëmë cila është e vërteta e asaj. E para, ajo që ka dalë nga një mbledhje, ose nga një... E vërteta e kujtu adi? Që mendoj unë, që ka ndodhë sot aty, është që shumica e njerëzve që kanë raportuar, fjalët e opozitës i kanë vendosur në gojët e prokurorëve, ose të grupit e prokurorëve. Po prokurorët i kanë thënë këto, apo i kanë vendosur ta? Nuk kanë thënë prokurorët që zonja Balluku ka bërë presion përmes njerëzve të fortë, larg asaj. Një prokuror, nëse e thot atë, unë po flas me logjikën e thjeshtë. Qartë. Nëse një prokuror thot që është bërë presion për njerëzve të fortë, njerëzve të fortë do duhet të ishin në arrest sot. Prandaj, kjo nuk ekziston. Ajo që është e rëndësishme të kjo pikë, është që opozita ka pas momentin e vetë, sidomos Gazbardhi, i cili ka psuar një fiasko në Fier, dhe tash e përdor si arsye të fortë kundër saj, edhe për treguar se Fieri ka qenë një zonë e korruptuar nga një njeri çfarë është, ose nga një grua çfarë është Belinda Balluku. Dhe ky mlef i Fierit pastaj bartet në fjalor, në narracion e tjera, përtej asaj që ndodh. Tash, gjëja tjetër që është shumë, është tipike prokurorit për presion, për ta shkatruar idenë e rezistencës, kur ai përmend 9/4 si në matematik 35 vjet burg, për shkak se ka përsëritur të njëjtën gjë 5 herë. Unë nuk e di që ka një akt akuz përveç asaj që është folur, ose hetimi nuk është zgjeruar, hetimi vetëm janë përmend, por nuk ka asgjë deri me tash përveç asaj që i është referuar herën e parë, kur është ngrit akt akuza, dhe së dyti tash që po thonë që zonja Balluku duhet largohet urgjentisht për një arsye të vetme, për arsye se mund t'ju bën presion njerëzve të cilët
punojnë në ministri dhe mund të shërbejnë prokurorisë. Ylli tash, këto janë procese, kjo është një betejë. Çështja është se zonja Balluku është e pezulluar dhe nuk është në funksion që nga momenti kur ka marrë vendim gjykata kushtetuese. E dyta, nëse nuk është në funksion, atëherë kush i pengon hetimet, dhe treta, që është më kryesorja, a do i merret imuniteti, se ajo s'ka nevojë për të jap dorëheqje, se s'është brenda, ose nëse jap dorëheqje e jap për opinion, se ajo është nuk ka funksion tashmë, dhe treta, çfarë do bëjmë me Partia Socialiste me imunitetin. Dhe a do tjetë ajo që tha zoti Balla, që imuniteti është i panevojshëm që të hiqet, për arsye se janë plotësuar kushtet që hetimet të vazhdojnë pa pengesë, për arsye se funksioni zojës Balla është i pezulluar. Moralisht, zojës Balluku, moralisht është çështje e zonës Balluku se çfarë vendos me veten dhe funksionin e saj. Politikisht, për mu, rastet që tregojnë trikat e rastet të cilat janë ekzemplar të torturës juridike dhe faktike, ku njerëzit ende u kanë kaluar 2 vjet e gjysmë që presidenti i vendit ende nuk është me akt akuzë, ende nuk ka hyrë në gjykat dhe ende është në paraburgim. Ka unë gjykata, problemi këtu. Proces gjyqësor është. Është në proces gjyqësor, mund pas bëjmë ka edhe- fillu proces. Po qartë. Mund të bëjmë një analizë juridike të çështjes, siç e bëri Batoni, mund të bëjmë një analizë politike të çështjes. Unë mendoj që është më mirë për ne që ta bëjmë analizën politike se juridike. Domethënë, Edhe politike e bëri. po, e bëri më shumë juridike se jo pa ka kushte, jo s'ka kushte. Ne ka kushte apo s'ka kushte, nuk e bëjmë dot si bisedë, edhe se nuk jemi juristë, edhe se nuk e njohim juridikisht çështjen ai shumë. Ne e dim politikisht që majoranca ka pasur një qëndrim në reformës në drejtësi. Që në 2016 kur u bë reforma në drejtësi, pati një mbështetje ndërkombëtare, dha garanci të gjitha forcat politike, por më pas pastaj ndoqi vetëm majoranca që nga meritimi i atyre ligjeve të famshme që në 31 gusht 2016, dhe sot ne kemi një qëndrim të majorancës në reformës në drejtësi, i cili është vënë provë. Dhe në këtë provë, majoranca është në mbikëqyrje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët janë shprehur hapur se janë duke pritur se çfarë raporti do mbaj Shqipëria, qeveria, majoranca me drejtësinë. Pikërisht e kisha këtë pyetje unë dhe ti më bëre mirë që e futë. Kjo është çështje. Domethënë unë e kisha me idenë Ne po diskutojmë mos ja heqin imunitetin se thot Evropi. A duhet që ta Ulandi ta marrë dosjen për fije për pe ta shoh a ka akuzë apo jo? Apo duhet mbaj kjo majorancë një qëndrim parimor dhe thotë, nëse SPAK-u e na kërkon këtë gjën, do ja japim ose nuk do ja japim. Pastaj politika penale, hetimi, mënyra se si që përdor SPAK-u e tjera janë mund të rishikohen me kalimin e kohës